Nga marrëveshja e përbashkët për prodhimin e mjeteve ushtarake tek frenimi i emigracionit ilegal, kryeministri britanik Starmer zhvilloi sot për herë të parë vizitë zyrtare në Shqipëri, ku mbajtën edhe një konferencë të përbashkët për shtyp. Keir Starmer e nisi fjalën duke e përgëzuar kryeministrin Edi Rama për fitoren e mandatit të katërt, e teksa vlerësoi marrëveshjet mes dy vendeve duke u ndalur tek ajo e sigurisë. Ecuria jonë e përbashkët dhe progresi në uljen e numrit të gomonave ka qenë konsiderueshme. Dhe ky është një mesazh i qartë i asaj që arrihet kur dy vende punojnë ngushësisht me njëra tjetrën. Kemi edhe marrëveshjen tonë të përbashkët për transferimin e personave të dënuar. Mund të shprehem edhe për deklaratën tonë të përbashkët për bashkëpunim në sektorin e mbrojtjes. Do të punojmë së bashku për prodhimin dhe shitjen e automjeteve ushtarake. Dëshirojmë të fuqizojmë sigurinë kombëtare, inovacionin dhe rritjen e ekonomike të vendeve. Ky është moment që shtetet europiane duhet të rinë së bashku, të bëjmë qendres ndaj agresionit rus. Do të vizitoj trupat shqiptare dhe të Mbretërisë së Bashkuar, ata që punojnë së bashku për mbrojtur lirinë tonë. Dhe ajo që po bëjmë për Ukrainën është dëshmi e qartë e asaj që ne po punojmë në formë kaq efikase. Rama sqaroi zërat për marrëveshjen me kryeministren italiane Giorgia Meloni. Por a do të dakordësoj Shqipëria një marrëveshje për kamp emigrantësh me Britaninë? Kam qenë shumë i qartë kur nisëm këtë proces me Italinë. Kjo ishte një marrëveshje vetëm me Italinë për shkak të marrëdhënies sonë të veçantë, por edhe e fal situatës gjeografike që është mjaft kuptimplot. Dhe për të qenë shumë i sinqert me ju, na kanë kërkuar një sër vendesh dhe u kemi thënë jo, sepse jemi besnik martesës me Italinë dhe pjesa tjetër është thjesht dashuri. Kryeministri britanik u tregua optimist për krijimin e një marrëdhënie më të ngushtë me shqiptarët, ndryshe nga paraardhësit e tij. Fakti që unë jam kryeministri i parë britanik që vi në Tiranë në këtë takim dypalësh, duhet të shihet edhe si një deklaratë qëllimi për mënyrën se si ka krijuar një lloj force marrëdhënia jonë. Nuk dua të bëj komente për kryeministrat të mëparshëm të qeverive britanike, por qasja jonë nuk është ajo, pra diplomacia me megafon. Unë nuk dua të përtas për problemet, por thjesht dua të përvesh mëngat, edhe të jem shumë pragmatist që t'i zgjidh këto çështje. Dhe këtë e kemi treguar dhe dëshmuar tashmë. Ndërsa kreu i qeverisë shqiptare kishte një tjetër qasje. Mallkimi shqiptarëve nuk ishte shumë i mirë për ta, se tani janë jashtë parlamentit. Kjo mjafton, nuk ka nevojë për më shumë se kaq. Delegacionet e dy qeverive firmosën dy marrëveshje. Njëra u firmos nga ministri i mbrojtjes Piro Vëngu për eksportet dhe bashkëpunimin industrial, dhe tjetra u nënshkrua nga ministri i punëve të jashtme Igli Hasani, e cila ka të bëjë me çështjet me interes të përbashkët. Një prej tyre është edhe emigracioni. Ndërkohë më herët kryeministri britanik u prit me ceremoni shtetërore nga presidenti i vendit Bayram Begaj.